Është ndarë nga jeta Agim Bubeqi, një prej futbollistëve të spikatur të flamurtarit të Vlorës gjatë viteve të arta 80-90, një nga periudhat më të mira për klubin vlonjat. Agim Bubeqi ka lindur më 7 prill 1963, ndërsa e zhvilloi të gjithë karrierën e tij profesionale vetëm me fanellën e flamurtarit, ku luajti në rolin e sulmuesit. Ai spikati si një nga lojtarët më të mirë të ekipit të madh të viteve 80-90, duke arritur të fitojë edhe 2 kupa shqipërie me fanellën e flamurtarit, madje duke qenë dhe protagonist. Agim Bubeqi realizoi në 2 finale ndaj Partizanit në 2 kupat e Shqipërisë të fituara me fanellën e flamurtarit në atë kohë. Gjithashtu ai ishte pjesë edhe kombëtares shqiptare, me të cilën zhvilloi edhe 6 ndeshje. Ish futbollisti i flamurtarit e gjetur pa jetë në apartamentin e tij mbrëmjen e të mërkurës. Dyshohet se ai kishte ndërruar jetë disa ditë më parë. Kanë qenë fëmijët e tij, të cilët kanë vënë mungesën dhe kanë njoftuar policinë. Me njerëta të fundit kanë mbritur në banesë, ndërsa kanë gjetur të pajet ish futbollistin e flamurtarit. Agim Bubeqi ishte pjesë e një prej brezave më të rëndësishëm në historinë e flamurtarit të Vlorës, skuadër që gjatë viteve 80 u shndrua në një prej ekipeve më të forta të futbollit shqiptar, por duke lënë dhe gjurmë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Mësohet se prej disa vitesh Bubeqi vuante nga problemet të shëndetit. Lajmi gjithsesi për ndarjen e tij nga jeta ka trishtuar komunitetin sportiv vlonjat, por edhe atë kombëtar, si dhe gjithë ata që kanë njohur dhe ndjekur në vitet e arta të flamurtarit, aty ku Bubeqi fliste në fushën e lojës, shënonte gola, madje duke fituar dhe 2 trofet e parë me ekipin vlonjat, 2 kupat e Shqipërisë, duke qenë dhe protagonist.